podcastin Zëri Zanatit, me mua Flogertën, your favorite writing witch. Atëherë, kjo është episodi 2 që po realizojmë dhe këtë radhë kam bërë teste, kam bërë prova para se të vinin dhe vajzat dhe jam e sigurt që këtë radhë do dali krejt okay. Nuk po e zgjas shumë, do futemi direkte në temë, ju e dini të zakontshmen. Falenderoj Muanin, Angelën për regjin, falenderoj shumë Angela se erdhi këtu, përshëndetëm dhe si mora se emrin turp. Anyways, po aq na kthehemi për këtë episod sa që ja pra, iku Mercury retrograde, tani jemi tamam fix fare për episodin e shtrigave. Kështu që le të fillojmë më një herë dhe këtë radhë kemi sërish Elenën të ftuar, e cila do të na flasi për eksperiencën e saj për herë të dytë. Dhe do të na tregoj pak se çfarë po ndodh dhe ne lançojmë automatikisht edhe fazën e dytë të podcastit Zëri Zanatit, ku tani përveç se profesionistët e lirë sikur e kanë bërë deri më tash, do marr edhe si përmarrësit e rinj që kanë nisur diçka nga zero, kanë bërë diçka të re dhe normalisht do flasim për gjëra të bukura. Mirë se erdhe Elena. Shumë faleminderit. Kënaqësi jem për herë të dytë. Shumë faleminderit për mundësinë. Gjithmonë kur më thrasin për folur për fëmin tim të dytë, që është stampisti, është gjithmonë një kënaqësi sepse dua ta ndaj me të tjerët eksperiencën edhe vizionin që kemi për të ardhmen. Pak për Elenën shkurtimisht edhe për audiencën. Elena Vela e ka stampistin, e ka themeluar prej kohësh dhe ne atë do flasim. Stampisti është një metodë origjinale e mënyrës së bërjes së punës dhe prandaj dhe ka gjetur goxha mbështetje në platforma të ndryshme. Sepse ne media print kemi plot, nuk është se na mungojnë. Por jo eksaktësisht ajo që bën Elena, pasi Elena pa një boshlik, sikur e folëm dherën e kaluar, pa një boshlik në treg dhe vendosi ta plotësonte. Kur e nise këtë stampistin Elen, çfarë ndodhi? Sepse me që lexova për ty, ti ishe në mes të një, si thosh, hendeko ekzistenciale mbas lindjes së vajzës, na ndodh të gjithave, ato që janë nëna e din shumë mirë se çfarë ndodh. Dhe vendose që të nisësh këtë. Po pse? Si lidhesh kjo me çfarë kishe bërë deri në ato momente? E para punës, ky boshlleko është gjëja më të mëshme që mund të ndodhë një femër në Shqipëri. Është hendeku që vjen nga mos gjetja një pune pas lejes së lindjes. Është vërtet. Fatmirësisht dhe fatkeqësisht të them Shazania ndodhi në një moment jo të favorshëm për gjithë njerëzimin, se ndodhi në kohën e pandemisë, gjithë shqiptarët. Përnamin atë periudhë. Kemi shtuar popullsinë. Por që pas ndryshon edhe pastaj edhe ideja e punës, sepse gjithë fokusuat të rindërtimi i punëve nga Covidi. Se kaluam nga një punë gjithkohës në terren, gjithkohës me njerëzit, kaluam në punë online. Thënë shumë nga njerëzit që unë kisha duke bërë në punë, ose duke qenë koordinatori atyre, s'dinin përdornin Zoom-in, në Skype-in, kështu që ka qenë stres me vete me gjitha gjërat. Pastaj pjesa e indicjes për të hapur stampistin kanë qenë nga shok të bashkëshortit. Tashmë janë miq të familjes, edhe bashkëpunëtor nga të dyja anët. Edhe e kam nisur tafti bafti, themi ne, nga Shkodra, dali ku dali. Për 6 muaj e kam mbajtur në shtëpi. Pa leje. Thjesht doja të provoja se si ku do shkonte. Është diçike kështu kjo, por që doja të provoja a vërtet është për mua edhe a vërtet funksionon. Pas kësaj pastaj nga një grant që mora nga bashkia, sepse bashkia ka një grant që merren për gratë dhe vajzat, është nxitja sipërmarrjes dhe ndihmesa e grave në sipërmarrje. S'kam experience mirë aty. Anyways. Janë disa, jo se s'të do kush, po janë disa, domethënë kanë ca profesione specifike që duhet ndihmuar. Ndërsa në bazë të eksperiencës time, domethënë kjo ka qenë një histori suksesi të bashkia, sepse ka qenë një biznes i ri dhe një biznes
i parë në këtë lloji që drejtohet nga një femër. Edhe kjo është e gjithë gjëja që unë akoma kam relata shumë të mira me ato edhe me ftojnë si rast suksesi apo i kanë fjalët që mund t'ju them unë për në lidhje me eksperiencën time i marrin shumë për zemër. Edhe kjo është ajo që është tjo. Pastaj akseleratorët e tjerë të një pasnjësëm që kam bërë, më sotën deri ku jam këtu sot. Në fakt shumica e këtyre akseleratorëve me çka kam kuptuar unë se edhe më ke treguar, jo të gjithë janë finalizuar, por ti ke bërë një punë të jashtëzakonshme sepse unë në Elenën, një pjesë e juaj që është jashtë, ndoshta mund ta kenë parë edhe në postime në LinkedIn që e kam përmendur një herë. Elenën e kam takuar rastësisht në për evente të ndryshme. U afruam dhe klikuam sikur njiheshin prej vite, po shoqëri lidhme. Dhe unë e shikoja gjithmonë në çdo event ku unë kam marrë pjesë, Elena ishte atje, networking pafund, me qese në dorë që bën ato materialet e stampistit. All the time working, kështu do me thënë, aq sa unë ndonjëherë më vinte keq se e ke parasysh në evente shumica nuk e din. Të një nga eventet më dha dhe kafe, se pa lodër. Bashkë, o zotë ma, thash, hajde pi kafe. Edhe normalisht shumica atyre që shkojnë në evente shkojnë të veshur, shkojnë e prezencë të mirë dhe shifje Elenën të shkrehur sepse kalonte nga një ekstrem në tjetrin, ndërzonte porositë. Domethënë nëse për ne është moment networkingu dhe për të treguar show, Elenën është punë. Dhe Elenën nuk ka event që nuk e shikon prezente që duke punuar sepse e ftojnë pikërisht për këtë të stampistit që bën shumë gjëra. Ideja është puna kur shkon diku puna do të jetë përmarrje gjithsesi. Se edhe networking, kjo fjala bukur që na ka dalë, gjithsesi është për të krijuar lidhje puna. Rrjedhim, po. Edhe rrjedhimen, për të njohur njerëz, për të thënë, shikoj se këtu te ky filan gjë kam parë filan gjë. Ose kam parë Elenën që bën stampime, kam parë flogertën që merret me marketingun, PR-in, auditet e webeve e gjitha gjërat. Kam parë Angelën që është shumë e mirë në marketing dhe bën një punë të shkëlqyer. Gjithë gjëja është punë gjithsesi. Patjetër, s'diskutohet. Unë nuk kam shërbim. Ke një produkt. Unë më parë kam ofruar edhe shërbime normalisht si koordinatore projektesh edhe shkrime dhe menaxhim projektesh, por unë tani kam produktin. Dhe nëse unë kam një tote bag që është i imi dhe i them unë këtë e kam bërë, kam veshur bluzën time që unë e kam bërë vetë. Që shiko, se unë këto e kam bërë vetë. Reklamimi, kur shkoj për shembull për eventet e tilla dhe shikoj njerëz që uniformat e punës e kanë bërë të unë, thanë shiko se atë gjë unë e kam bërë. Pavarësisht ashtu. Unë ndoshta nuk i kushtoj shumë rëndësi pamjes time të jashtme, po puna është më meselsi se të gjitha. Tu dua të dal tek pjesa që sa rëndësi është se njerëzit mendojnë ndonjëherë që pjesa e rrjetëzimit ose pjesa, nuk e di, ndoshta të marr pjesë në evente është vetëm rri atje si konkubin. Si diçka, si kukull e bukur, jo, në fakt është një ndërveprim aktiv mes njerëzve për të shkëmbyer, për të komunikuar, për të ndarë eksperjenca nga më të ndryshme. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje, sepse ishe gjithkohës aktive dhe jeri të hajde pika. Hajde mër pi kafe. I marrë dhe qeset dhe nuk e lesh do se po më thve i zemra. Pastaj u qetësuam, u ulem e thema, okay, tani le ta shijoj. Pra duhet dhe ajo suporti dhe mbështetja me njëra tjetër. Unë tash pas gjithë këtyre punët që ti përmende, unë pas 3 vitesh intensive në për takime, në për networking, në për trajnime, në për akselerator, unë tani po e shoh realisht frytin e punës, sepse tani po flet puna ime për mua. E vërtet. Pra këtu duhet flasim pra për pjesën e sipërmarrjes. Duke qenë një nën, kostoja e asaj që ti ke bërë është edhe shumë e madhe sepse normalisht vajzën tënde ti e ke lënë pak në kuptimin që janë kujdesur të tjerët për të, dhe ti ndërkohë je kujdesur edhe për punën që të ecën, por ama normalisht je përpjekur maksimalisht të gjesh një balancë mes familjes edhe punës dhe sipërmarrjes. Dhe duke të parë në gjithë ato evente të cilat janë shumë të lodhshme, unë dua një javë ta marr veten pas tyre, janë vetë natyra. Ndërkohë që ti e bounce nga njëri te tjetri dhe mund të ndodhe rregullisht njëri pas tjetrit sistematikisht javë pas javë dhe ti aty you're there, domethënë kërkon një energji të jashtëzakonshme. Me pas kësaj ti prap duhet të jesh atje edhe për familjen tënde, për vajzën.
kjo balancë nuk është se i pyetet shumë shpesh meshkujve, edhe pse normalisht ata që më kanë ardhur mua në podcast kanë qenë kryesisht të rinj, pra pa familje, ata që do ftojnë më vonë do t'ua bëj të njëjtën pyetje, si arrin ta balancojnë, ku e ndjen lehtësinë, ku e shohin është me të thënë drejtën është shumë e vështirë, sa pavarësisht se je në punë, mund ta lësh edhe fëmijën me temperaturë dhe ti e ke mendjen te vajza jote dhe kur ai tjetër të flet sepse unë dua kështu, ne dua ashtu, unë dua 100% pambuk bluzën, jo po pse nuk është s'ka jakvë e whatever gjitha gjërat e tjera që mund të nxjerrë klientat. I thua vetes çfarë po thot ky? Më lë rahat, çfarë po thot ky? Edhe shqyr Zotit, faleminderit Zotit, unë i kam akoma njerëz të bashortit. Janë akoma të rinë, shqyr Zotit. Janë të fortë. Janë të fortë dhe më kanë ndihmuar goxha. Para dite goca është në Kopësht, pas dite merr vjerra dhe mund të shkoj ta marr në darkë. Edhe e kam të fokusuar ashtu në diel është gjithmonë për ata. Për ata. Lëvizim nga Tirana, ikë në Shkodër të prindë e mi, ose minimumi mund të dalin në për Tiranë për parqe të lojrave të lokaleve të ndryshme, se parqe kështu nuk ka. Mos plas. Po. Tani ky është një startup i vogël dhe tani po merr edhe boostin e parë. Pas kaq shumë kohësh dhe sikur the edhe puna jote po flet. Po. Cilat kanë qenë ato vendime që duken të vogla, për ne që duam të nisim një sipërmarrje, që duken të vogla nga jashtë, por në të vërtetë lënë një peshë shumë të madhe. Çfarë vendimesh e kanë bërë stampistin të jetë ky që është tani? Që është akoma në fillim, se është prap herë, duhet kalosh 5 vjeçarin që të quhesh. Po, jo, e kuptoj shumë mirë, ajo është gjë drejt. Unë e ka parë të ndryshimin muaj pas muaj, të them të drejtën. Muaj pas muaj është një progres gradual. Nuk është rritje eksponenciale, dhe të thënë unë do bëhem milioner vitin tjetër. Nuk e dihet asnjëherë, por whatever. Më shumë të dish sa të kesh. Yes. Të dish si të flasësh me klientin, si ta bësh klientin për vete, si t'i japësh përgjigje. Gjëja, domethënë, që më kanë ngelur në mend gjithmonë, është klientit mos ja fillo fjalën me jo, ose fjalin me jo. Për shembull, jo s'kemi, si zakonisht përgjigjen disa faqe, mund të thuash, për momentin nuk e kemi në gjendje, ose për momentin kam mbaruar, ose nuk do vi më, po jo me fjalën jo të parë. Ajo, unë kam parë ndryshimin e gjithë mendësisë së klientit, kur nuk i thua jo. E kuptoj. Duan një farë shpresë, një thjesht shpresë. Një gjë. Për momentin nuk e kam në gjendje, presim që të vi javën tjetër, e ke urgjente, nëse ka pas urgjente, normalisht unë e kam thënë që të shkoj te dikush tjetër që unë e njoh. I ke referuar, nuk e ke problem ndarjen si thua klientelës. Jo të gjitha gjërat. Jo të gjitha, po ka vend për të gjitha. Unë nuk i bëj të gjitha gjërat. Unë kam produktet promocionale. Po. Unë nuk mund të bëj reklama. Edhe për mua nuk është, domethënë, të shkoj ta marr te dikush tjetër me çmimin që mund të ma japin mua, të shtoj edhe vetimin tim dhe ta bëj gjën. Më mirë shkoj ta marr me një çmim që është i leverdishëm edhe për të. Se nuk është vetëm çështja të fitoj unë gjithmonë. Po. E rëndësishme është të kesh marrëdhënie shumë të mira edhe me kolegët e tjerë që bëjnë pothuajse të jetën gjatë se ty pavarësisht në profile të ndryshme, si këto që bëjnë kartë vizitat, librat, fletpalostjat, flyerat, të më the tash. Jo gjë dhe me këto që bëjnë reklamat, me ngjitjen e adezive, reklamat me dritë, ato që vendosen në muret e jashtme. Unë si bëj do të gjitha. Se unë një person jam, edhe një person tjetër kam bashortin që më ndihmon në këtë gjë. Po. Sepse akoma nuk e kemi atë valën e punës që të zgjeroni dhe delegoni të tjerëve. Të delegojmë të tjerëve. Ka shumë mangësi edhe të biznesim, nuk po them që është shumë perfekt. Ama me këtë ide në re që unë dua të po tentoj ta fus në treg, që të jetë edhe si
dimes për mua, po tjetë edhe një API që mund t'ja shes edhe të tjerëve që t'jajnë në tjetën biznes si mua, mund t'jetë gjë shumë e mirë si për mua, si për tregon. Se të le më shumë kohë për të bërë gjëra të tjera. Ajo çfarë vëre unë është se vëre një emërus të përbashkët me gjithë ata që e bëjnë si përmarrje në një farë mënyre si bootstrap. Se edhe pse ke marrë një ndihmë të vogël aty te bashkia, se shumica mendojnë sikur është një ndihmë e madhe, asistencë, ajo s'është asnjë gjë, po ta llogarisësh me kostot edhe investimet kohor që bën personalisht është shumë ajo ndihma që të japin ata është një gjë shumë e mirë, ta them mëse, është një gjë shumë e mirë që t'jep bashkia, sepse në ndihmat e të tjerëve nuk mund të përfshis qëran. E kuptova. Por të bashkia edhe ta japin si mundësi që të paguash qëran për këtë. Okej, për ata që domethënë nuk për ata që se dinë se si funksionon. Edhe gjëja më e mirë është që kam bërë kur mora këtë ndihmën nga bashkia, është që 3 muaj të parë i pagova qëran. Okej. Dhe mu duk sikur po punoja falas. E kuptova. Sepse nuk e kisha atë ngarkesën me datën 10 shëraja, me datën 5 shëraja, do të paguaj qëran, do të paguaj tatimin në burim me whatever gjërat e tjera. Okej, po është e vërtetë. Kjo është gjëja se domethënë shumica e grave dhe vajzave që unë kam thënë që shikoni është kjo gjëja të bashkia dhe mund të jetë gjë shumë e mirë për ju. Jo po kur do ndalin mua? Është kjo stepja. Këtë kam pasur edhe unë, jo se është stepja, ama ndihma që të jep ajo është boost. Është boost në vërtet. Po. Sepse grandet e tjera nuk ta mbulojnë këtë gjë. Investitorët s'ta mbulojnë këtë gjë. Ja, absolutisht. Sepse ti do ta kesh të sigurt vendin ku ti po punon. Po, atë truallin tënd si mund ta është Pra kjo është një tjetër prandaj quhet pasuri e palujshme. E di, mu lexova dje se rastësisht më ra që të flisja me Ervin Kalemin, që e përshëndesim, nëse do na dëgjoj, se besoj po anyways. Gjithsesi. Dhe ai kishte folur për të njëjtën gjë, që ai pati një sfidë shumë pa e bëri komplet bootstrapped. Megjithatë, edhe nëse ishte bootstrapped, dalën tek pjesa e qera, sepse unë lexova shkrimin që ai kishte bërë rrugtimin e tij. Dhe ai tha që babai i tij i kishte dhënë vendin e ndihmoj për një periudhë kohe që ky të punësonte të tjerët dhe të merrte. Dhe dalim te kjo pjesa e kokdhimbjes së qeras. Për një periudhë kohë ai u fokusua vetëm te produkti, qytetste, dhe nuk e vrau mendjen për qeran sepse e ndihmoi babai. Në këtë rast më ndihmoi bashkia. Pra kushdo që nis një sipërmarrje, nuk ja del dot vetëm. Janë legjenda këto. Varet të produkti. Po cili do qoftë produkti. Marrim edhe pjesën e asaj që dua të bëj unë. Unë nuk e kam atë që dua të bëj unë, se nuk e kam ende, është komplet diçka komplet origjinale në llojin e saj. Dhe edhe ajo për të bërë, unë prap kam nevojë për shumë suport. Dhe për shumë mbështetje dhe ndihmë, qoftë në njerëz, në kapital njerëzor, po qoftë në kapital financiar parapra. Dhe është diçka që unë s'kam produkt, ajo nuk shkallëzohet. Ajo është një gjë e cila do nisë në këtë, edhe për të monetizuar është e vështirë, ajo që unë dua të bëj. Shpresoj t'ja arri, nëse nuk e arri s'ka problem, le të ngelat aty në zyrtar, po do tentoj, por dua të dalë që duhet suporti shumë palëve. Dhe ata që thonë, jo, po I'm a self-made story, it's not true, nuk ka shanca. Duhet shumë suport. Me sa kam parë unë deri me tani, të gjithë e kanë pasur ndihmën nga diku. E kuptoj. Edhe për të ndërtuar një aplikacion të plot, ndoshta ka jetuar me prindrit dhe gjithë rrogën e kanë çuar te ndërtimi i aplikacionit. Po, eksakt, po. Nëse se kanë ndihmuar kush me qeran, e ka gjetur në mënyrë të shtëpia, ndoshta diku tjetër. Unë 6 muajt e parë kam pasur në shtëpi. Eksakt, po. Kam fjetur me gocën dhe me burrin në një dhomë, ndërkohë që dhoma tjetër ishte plot me pajisje. Tash në shtëpi a do bësh punën? A do bësh punët e shtëpisë? A do kujdesesh për gocën? A do presesh njerëzit që të vinë, se ne tashmë jemi shqiptarë, na vinë edhe na vinë edhe kur beçarët. Një çik se jam proces pune, kafe. Po, tash a do e kesh mendjen të kthesh përgjigje klientëve? Apo do të thënë kjo është gjithë gjëja. Është vërtet. Nëse do ta bësh realisht një gjë dhe ti e di që ajo gjëja është për ty dhe është ajo thirrja fundit, që të kanë ngel për tregun e punës, se ta themi kështu, është gjëja më mirë, domethënë e gjen mënyrën se si. E gjen mënyrën se si.
Unë kam parë shumë njerëz që kanë shkuar te TechSpace. TechSpace është falas dhe kanë punuar atje. Te piramida ka plot vende që kanë atë rrugë, pagesën minimale. Për gjërat, por kam parë edhe shumë si quhen këto vende ku punon, që janë private. Co-working spaces. Që kanë dhënë me pagesa minimale. Më kujtoj rasti edhe i Patokos, në këtë rast që edhe Arbrin e përshëndesim, dhe ai është treguar goxha suportuese me mua në disa raste kur jam gjendur në vështirësi dhe i kam thënë a mund të vi të përdor si hapësirë apo kur të duash, po pastaj më është zgjidhur dhe nuk e kam përdorur. Megjithatë unë e di që ai është treguar i hapur sepse normalisht e shoh që ekziston kjo fryma e bashkëpunimit, nuk është ajo që nuk është ajo që përcillet të paktën negativisht jashtë, po nuk të mbështet kush, po nuk janë negativ apo s'duan të japin ndihmës, janë shumë të hapur për njëri tjetër, nuk e di. Po nganjëherë varet edhe mënyra se si e kërkon, Po, është e vërtet. Nëse ti do të bësh zotin, në tokën time nuk e bën dot. Nuk e bën dot ashtu. Se gjithsesi prap dalim të ne jemi shqiptar. Ti je shumë i mirë pritur. Që u lidh edhe me këtë tash, me këtë filmin e Odiseut që dolën fjalët. Je shumë i mirë pritur. Mund të bësh çdo gjë për ty. Ama në tokën time është eksakt. Ose pastaj do plas lufta, siç ndodhet. Me flamingot. Edhe je i mirë pritur ti bëj investime, s'po themi gjë, ama po jo të ma vjedhësh të më marrësh tokën ta privatizosh, ato ka jun. Green Costi. Nëse mos bëjmë politikë. Mos bëjmë politikë. Na lër. Po kjo janë të lidhura të gjitha me njëra tjetrën. Mund të jetë politike, mund të jetë apolitike, mund të jetë shoqërore, mund të jetë civile, mund të jetë private. Gjitha rrotullon ndaj një gjë. Okej, po sfida që ke gjendur nga teknologjia, Elen, si ka ardhur? Ka sjell vështirësinë ai i bën dizajnet më një herë, mbaroj. Unë si kuptoj. Çfarë të ka sjell ty? Shiko, unë mund të jem shumë e mirë për të folur dhe për të shpjeguar si produkt, po unë gjërat teknike si kuptoj. E kuptoj. Okay. Front-end, back-end, developer, DevOps, gjërat, ore plak. Unë dua këtë gjën. E bën dot se bën dot. E kaq. Unë jam më shumë të operational. Unë dua këtë. Dua që të faqja ime unë të kem një emailin tim me elena@stampisti.al. Dua një info@stampisti.al për info të atë. Pastaj ç'a bën ti nga mrapa me kode, me pluse, minuse, vizën poshtë. Nuk e di. Ndryshon se unë futëm një çik ti marrësh nga nuk dua ti ngatroj gjëra. Në ato unë dua që puna të jetë bërë. Jo, e di vendin tënd dhe ku je më mirë dhe. Po nuk dua që të ndërhyj. Unë kam tentova me Salesforce. Është e pamundur. Pavarësisht se ato i kanë gati dhe të mësojnë hap pas hati, është e pamundur. Nuk më futet gjë në kokë dhe nuk mbaj mend ku kam klikuar. Por e përdor ai për të lehtësuar punë të tjera, domethënë, e kuptoj. Që domethënë ato që ndoshta janë koncepte të vështira për ty, e ke përdor për të lehtësuar. Edhe kemi paguar. Premi, wow. Chatin, yes. Chatin, Gemini. Wow. Yes. Jo, më kam edhe një tjetër që nuk po funksionon më si më përpara, është Topazi. Është aplikacion kompjuteri që downloadohet, po ai nuk po funksionon më si më përpara ose s'kan bër developerat e tyre, nuk kanë bërë punën që duhet për ta ngritur. Episodin e kaluar që u bë dhe nuk doli gjë. Nuk doli gjë se na iku zëri. Të bëra edhe një pyetje, e mban mend klientin e parë. Ti nuk e mbaje mend kur ashtu. Vajte kërkove në shtëpi mbasi ta thashun se kush ishte që të më thuash në këtë. Jo, se pas asaj kisha punë me klientë të tjerë. Nuk e mbaj mend. Por mbaj mend njerëzit e parë që më kanë bërë. Domethënë njerëzit e afërt që më kanë nejt me afër për pjesën e porosive. Unë që kanë sugjeruar time që të kapa të vitet e rregullta që të them, 3 vjet un jam on the game. Jam në lojën e pjesës së freelancimit. Edhe kjo është një biznes pak a shumë, biznes edhe pse profesional. Dua që t'ja bëj një dhuratë të klientit tim të parë, do t'ja bëj, nuk ja them emrin, do t'i shkruaj.
por që më hapi rrugën për shumë të tjera. Kështu që kjo është ideja që është ajo e mirënjohjes që rikthehemi her pas here dhe prandaj të pyeta edhe herën e kaluar, por më the pastaj që ti ke kapur një grup të vogël njerëzish të cilët këto printet e mëdhaja, prandaj edhe kjo jotja është print on demand, që do të thotë ti plotson kërkesat e një pjesë të tregut që këto të mëdhajat nuk e plotsonin dot. Se për shembull ai vjen print on demand, thotë ty dua 2 bluze. Ti e nis për 2 bluze, po ai i madhi nuk e bën dot. Ai thot për 100 bluze hajde. Nuk e bën dot, se domethënë un kam edhe me diferenca ose risia që ti sjell, apo jo? Me distributorët e tjerë, un kam kontakte, se normalisht tashmë të rrevitin e tretë, domosdo, edhe kur hap niptin dhe për çfarë po e hap ato të vinë vet. Se normalisht kanë edhe ato interesin për të zgjeruar bazën e klientëve. Edhe i kanë edhe me copa. S'ta japin dot për shembull ke për shembull për një shkollë jo publike për të bërë bluzat. Jo, nuk ta ndan as distributori tyre që i sjell atyre bluzat që janë të gatshme, se është edhe kjo pjesa e bluzave të gatshme apo jo, apo ti bësh vet. S'kam arritur akoma në atë, unë kam akoma të gatshme, që të thot. Por që unë s'dua të futem te kjo e tekstilit. E kuptoj. Është shumë e vështirë. Është e vështirë dhe është shumë e vështirë dhe nuk dua fare të merrem me këtë pjesë. Unë jam te pjesa një pyetje të fundit se jemi gati duke e mbyllur, besoj jemi. Te pjesa personalizimit është shumë e vështirë kjo, domethënë gjë. Do të bëj një pyetje interesante. Yes. Që lidhet çik edhe me klimën aktuale. Por Liriana, s'ka problem. Mund të vëmë ka. Okay, anyway. Si është ekosistemin ti të shqiptar të startupeve tani? Ka marrë flak këto ka, dhe jo prej vapës. Dhe jo prej vapës. Është vap tjetër. Është vap tjetër. Ka marrë flak, çfarë po ndodh? Unë dua orti zotri, unë të flasim me ty, flasim në startupit, dhe unë frymëzohem për rastin tënd, sepse e shoh hard working, e kuptoj se si punon, e kuptoj me sa vështirësi, arrin shumë gjëra dhe e kuptoj se is genuine, është e pastër. Dhe pa mendon ti për këtë ekosistem. Gjithë ato që flasin dhe që nuk flasin kanë të drejtat e tyre. Ama, kur ti e ke të qartë që në fillim tek manuali për aplikimin, nuk mund të vish dhe të më thuash mua pse i morë ky 2 herë. Tashi me lajmet që janë ndodhur herën e fundit. Ti e ke, është faza 1, faza 2, faza 3. Unë nuk po futem kur janë hapur kompanitë, kur janë hapur kompanitë, kur janë bërë. Ato lërva të tjerëve. Unë kam aplikuar te faza 1, dhe për shkak të problemeve teknike nuk e kam marrë. E kam patur unë fajin të probleme teknike, dhe unë e kam marrë përsipër, jam e vetëdijshme për gabimet që kam bërë. Te faza 2, ti e ke validimin. Tashi ti te faza 1 e ke për të hedhur idenë në treg, te faza 2 e ke validimin e kësaj ideje dhe te faza 3 e ke zgjerimin. Po është i ke të gjitha të qarta, të sqaruara dhe të shkruara. E zeza mbi të bardhë. Prandaj mendon se ekziston kjo, si të thuash, flasin shumë nuk mund të bësh gjërave me tot. Nuk mund të bësh gjërave me tot. A kuptoj. Ti shkon në për takime, konsultohesh, dëgjon, po pse ta tha dikush një jo, s'mund të jetë tash fundi botës. Ose ti përshtyn gjithmonë lart, një ditë ka për të rënë fytyrës. Eksakt. Ne në Shqipëri jetojmë, ekosistemin gjithë e njohin njëri me tjetrin. Unë s'kam asgjë me asnjërin. E kuptoj. Unë prandaj ta bëra këtë pyetje dhe ti u përgjigje shumë mirë, sepse ka disa gjëra, sikur të thash, dhe prandaj edhe tek ajo e bashkisë, unë e mora një jo prap, e prisja ta merrja jon, sepse ishte tentativa e parë, dhe unë jam e bindur që një pjesë të gjërave aty nuk i kam hedhur mirë. Jam e sigurt. Ndoshta nuk ka qenë për atë fushë, ndoshta nuk ka qenë për atë drejtim, dhe unë e kuptova dhe më vonë që ata mbështesin një farë kategorie që kanë nevojë realisht për mbështetje. Ndoshta kjo imja mund të ketë sepse nëse ti je shef listën, se unë i ndjek, dua ti ndjek se dua të shikoj ato që unë kam shpërndaj lajmin a kanë aplikuar apo jo. Apo nëse e kanë aplikuar dhe ka ndonjë shqetësim mbrapa, a mund t'i ndihmoj, nëse i njoh normalisht personalisht. Dhe unë madje u këshillova dhe me ty, dhe ti vetë më the që nuk e dia do të eci, po hajde të ndihmoj si plotësohet.
Po nuk e dia do të eci, sepse koncepti dhe idesë që unë kam është pak si ndryshe nga ato që mbështetesh. Është ndryshme, sepse me ashta kam lexuar unë, domethënë te ajo gjëja që ti më ke dërguar mua, nuk është bashkia është më shumë le ta themi një vend është nxitjes së punësimet, si drejtori që jep këtë fondin, drejtoria nxitjes së punësimit dhe drejtoria nxitjes së punësimit është që të hapi vende të reja puna. Ajo e ime do vetëm të thosh suport mund bëhet edhe nga dy veta, ngrihet pa problem. Por është edhe që mund të fitohet. E kupton? Se ti aty të kërkohet edhe sa do fitosh ti nga kjo gjëja. Po. Në disa raste. Ta zëm për parukerin. Ti ke shërbimet që ti jep për njerëzit dhe fiton. Dhe ti nesër pas nesër mund ta hapësh edhe një vend tjetër pune për thojt. Mund të hapësh edhe një vend tjetër pune për vetoat. Mund të hapësh edhe vend tjetër pune për mesazhet and whatever. Por është e matshme. Është e matshme. Kjo është suportin e shefse ku shkon. Mua më kanë ndjekur 18 muaj. Se nuk është e lehtë vetëm të marrësh lekët edhe të zhdukesh. Jo. Nuk 18 muaj. Kanë ardhur pas fiks 18 muaj dhe më ka thënë Elena, që kur kemi dhënë lekët, çka ke bler të re? Right. Dhe çka ke bër, cilat janë ku i ke këto pajisje që ne të kemi ndihmuar për t'i bler? E kupton? E do të prekshme ta, nuk u intereson. Po pra, nuk është pjesa vetëm që kështu, jo. Dhe unë prandaj shumë gjëra të këto jot që marr, nuk i marr për keq. Tentoj të hyj, sepse vetë shoh, edhe prandaj edhe kur e mora jon u shkruajta, do më thoni pak se ku kam çaluar, me qëllim që unë përmirësohem ta bëj aplikimin tjetër, ndoshta do kem suport. Dhe do më thanë ke guideline këtu, ndiq guideline edhe një herë. Dhe unë futa që ta lexoj dhe po kisha dalë jashtë guideline-it. Në disa gjëra, kështu që ndonjëherë joja nuk është jo me ty. A di cili është problemi të shqiptarët? Nuk lexoj. Ti e ke manualin aty. Right. Dhe manualin nga fillimi deri në fund, fjalë pas fjale, unë e kam lexuar tani. Okej. Se kam lexuar para aplikimit. Që ne ta mbyllim, ka abuzime, ta pranojmë. Ka. Unë sa të duash, ka nga të gjithë, nga çdo kush. Paçin fatin e Marigos të mund. E kupton? 2. Dy dhe imam. Që ka abuzime, ka dhe në shtet, ka dhe në privat, ka dhe në europianet. Okej, mos të futim edhe tek ajo. Peace. E mbyllim, vetëm e kaq që s'ka tham, e mbyllim. Për dikë që do t'i futet rrugës sipërmarrjes, se me këtë flakën që ka marrë ky ekosistemi sipërmarrjes aktualisht në Shqipëri dhe startupeve është krijuar dhe fryma se tash ti mbaroj. Iku, ta bëjnë vetëm me mikun, me shokun, me shoqen, më the të thash, nuk është e mundur. Nëse ti ke produktin, se e fut edhe mikun, unë nuk jam kundra, mendoj unë. S'jam kontra asun. S'jam kundra. Sepse një farë mbështetje do të duhet që fjala jote të flitet në aty ku ti nuk njehesh. Po why not? E di pse? Po duhet referencë, po edhe për punë të shkosh. Normal është 3 punë. Unë të shkoj në një vend pune, do shkoj te i shefi im aktual që kam pasur te Igli, do i them o Igli, më lëshoj një referencë. Jo, do thot ai për shembull. Jo, se ti ke qenë da ke bën namin tek puna, bëj shaka. Po, Igli më ka thënë fjalën që ku do të shkosh, një referencë nga unë e ke deri në hapur. Po tash nuk quhet me referencë, quhet mik. Mos e kam mik, Iglin për referencë pune. Në këtë rast, kështu që duhet një mbështetje. Për mendimin tim. Por ama do të kesh dhe produktin drejt që e mori. Për mendimin tim. Me çfarë parti të ca takime që kishim kohë të fundit. Pjesa validimit të gjithë grantit që mori flak kohë të fundit, 80% ishte pjesëmarrja në për takime dhe të dukesh. Këtë vizibilitet po më punë, po më ftesa në evente, takime, kontakte, nuk ka rrugë tjetër. Ne bashkë jemi takuar të Future Teku? Eksakt. Po. Të dhash kartë vizitën aty ku po punoja? Po. Të dhash aktiven? Ja. Ja erdhën. Ja ku gjithmonë një gjë, gjithandaj. Wow, e dinim që ti do ishe këtu. Po, nuk e dinin që Elena në rritë dyqani vetë nështë edhe në orën deri në 2 natës për të procesuar porosit. Kjo është ajo pjesë, dhe prandaj unë i rikthem pra pjesës Ervinit, se dhe ai kishte ndarë njëjtën histori pjesën. Ato nuk e din që ka 3 vite që përpiqem për të marrë një ndihmë nga dikush. Kështu që kam një vit e ca që po përpiqem, kështu që ti më kupton paktën për gjithë gjërat. Unë nuk ja vë fejen as sistemit, as ekosistemit, as sistemit ka shpresë tonë, Elen, të shtetit. Kaq dua të di unë. Ka. Okej. Ka shpresë që ta mbyllim. Ka shpresë, mund të bëhet ky vend,
Dhe mos të bin flamingot. Jo. Mos të bin prej jo së parë. Po. E jo së parë, po. Qa po shofim? Brem kaluam 60 ditë, kështu që 60 ditë kemi në për shembull shkja ka 60 ditë kohë për të kthyer përgjigje, je fitues apo jo? Kështu që edhe do të presim. Nëse nuk do kishe ndërtuar stampistin, do ta vazhdoje këtë rrugë apo prap do futesh në sipërmarrjes, se ta bëra derën e fundit? Do i futesha prap sipërmarrjes. Okej. Ndoshta ajo stampisti diçka tjetër, po do i ishe futur. Po, kam krijuar brenda gjës që bëjmë stampistin në 2 faqet e tjera. Njëra është do të bëjmë një PR. Unë me origjinë jam nga Dukagjini i Shkodrës, edhe një faqe do jetë vetëm me bluza edhe aksesorë që janë me thënje dhe foto të nga Dukagjini. Shembull siç ishte ajo Mart Madrid që Orenziki. Lek Dukagjini. Lek Dukagjini është ai që na ka dhënë emrin e vendet, nga bata Dukagjinit në kohën e Skënderbeut. Leka është ai që bëri ligjin e kanunit, edhe shteti ka marrë mbështetje te ligji kanonit në kohën e mbretërisë, whatever. Lekën e duam, nuk është faj kanunit, është faj njerëzve që e deformojnë kanunin gjithandej. Njerëzit janë lloj-lloj. E tjetra është me të brëmshme, të personalizuara, edhe faqja ka emrin Brand My Bum. Super emër, Po, harrova dhe emrin e faqes, është Dukagjini Roots. Okej. Në Instagram i gjejmë të gjitha këto. Dhe ishte një kënaqësi Elena, ne do ta mbyllim bashkë. Shumë faleminderit, e kam zgjuar më shumë se herë parë. Se këtë edhe kur dalim për bira për shembull them të dytat janë më ftofta, kështu që hera dyta është më shumë kënaqësi. Yes, do të ftoj nga 2 herë të njerëzit që të vinë. Herën e parë sa për çef të shkrihen, pastaj të fillojnë të flasin rahat. Unë të falenderoj shumë që erdhe. Shumë faleminderit dhe ty. Është një vapë të mëshme këtu brenda për ata që po na shohin jashtë, ne jemi bërë ujë ndjesht. Jemi duke bërë sauna. Po si Haaland. Po. Edhe ne do shihemi radhës tjetër me një tjetër të ftuar, dhe normalisht që do bëhet në një regjistrim sepse askush nuk e ka kohën. Edhe ne që unë me Erlenën me zor u bëm pas një muaji e ca, plus angazhimeve të tjera. Dhe ju falenderoj shumë që vazhdoni të më prisni episodet e mia dhe këtë të Zërit Zanatit. Dhe ju përshëndes, deri shihemi. Shumë faleminderit. Ciao. Bye.